Një ngjarje e rëndë shënuar pas ditën e djeshme në fshatin Peshtan, Bregas, njësi administrative Frakull, Bashkia Fier, ku një 36 vjeçar, i identifikuar si Hamza Duraj, ka humbur jetën tragjikisht gjatë punës në tokat bujqësore. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, si dhe nga drejtoria vendore e policisë Fier, mësohet se i riu kishte dalë për të punuar tokën me frezë, kur dyshohet se është penguar aksidentalisht dhe ka rënë në tokë. Në ato momente, mjeti bujqësor i ka kaluar sipër trupit, duke i shkaktuar plagë fatale dhe vdekje të menjëhershme. Trupi pa jetë është gjetur nga familjarët të cilët ishin shqetësuar pasi ai nuk po i përgjigjej thirrjeve telefonike. Ata kanë njoftuar menjëherë shërbimet e emergjencës. Në vend ngjarje kanë bërritur efektivët e policisë dhe ambulanca, e cila e ka transportuar 36 vjeçarin drejt Spitalit Rajonal të Fierit, por fatkeqësisht ai kishte ndërruar jetë që në vendin e ngjarjes. Aktualisht trupi ndodhet në morgun e Spitalit Rajonal Fier, ku pritet të kryhet ekspertiza mjekoligjore. Më pas, familjarët do të tërheqin trupin për të kryer ceremoninë mortore. Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij aksidenti tragjik.